Përshëndetje të nderuar miq, po takohemi bashkë në emisionin tim dhe tuaj në Chelsea. Këtë javë do flasim për ngjyrat. Ato na ndikojnë neve në mënyra të ndryshme. Ndikojnë në eksperiencat tona, ndikojnë në disponimin ton, ndikojnë në perceptimin ton. Thuhet për ngjyrën se ajo krijon energji, ndërsa energjia krijon inspirim, përderisa inspirimi ndikon në zhvillim. Dhe ne natyrisht që duam një botë tjetër, një botë me shumë ngjyra. Andaj për të folur më shumë rreth idesë ngjyrave, si përdoren ato, sa ndikojnë ato në jetën tonë të përditshme, në mënyrën se si ne perceptojmë dhe mendojmë, do flasim me dy mysafire të mia të dashur në studio, por së pari ta ndjekim rrëfimin për historikun e ngjyrave në përgjithësi. Ngjyrat e ngacmojnë qenjen tonë në mënyra të ndryshme. Ato e ndikojnë mënyrën se si ne ndihemi apo dhe përjetojmë diçka. Ngjyrë quajmë produktin që fitohet gjatë procesit kur drita e cila has në një objekt të caktuar reflektohet ose emetohet përmes atij objekti dhe në bazë të kualiteteve të tij, gjatësisë së saj valore, intensitetit dhe pastërtisë merr nuancë të caktuar. Me hulumtimin rreth ngjyrave, harmonisë, kontrastit, rregullit që krijojnë dhe veçorive që ato kanë, janë marrë shumë fizician, kimist e piktor. Iteni ishte ai që e thjeshtëzoi rrethin e ngjyrave, i cili tashmë përkufizoi vetëm në 12 ngjyra, ku 3 ngjyra ishin primare, 3 sekondare dhe 3 terciare, e ku ngjyrat kryesore janë e kuqja, e verdha dhe e kaltra. Të kuptuarit modern të dritës dhe ngjyrës fillon me Isaac Newtonin dhe një seri publikimesh që ai pati në vitin 1672. Ai është i pari që kuptoi ylberin. Është i njohur për eksperimentin mbi thyerjen e dritës natyrale në prizëm, nga e cila fitohet spektri i ngjyrave nga e kuqja në të vjollcë. Po të kthehemi tek përdorimi dhe ndikimi i ngjyrave sot, me gjithë përdorimin e ngjyrës në arkitekturë përgjatë historisë, ndërtimet moderne duket të jenë skeptike rreth këtij aspekti të projektimit. Arkitektura bashkëkohore ka tendencë për të shmangur ngjyrat në përgjithësi dhe ka vetëm disa objekte të cilat arrin të përdorin tonet e ngjyrave në mënyrë efikase dhe në të njëjtën kohë, duke qenë të veçanta pikërisht për shkak të ngjyrave, arrin lehtë të marrin primatin e shënjuesit në vendet ku ato ndërtohen. Si duket, në përgjithësi arkitektët nuk i duan ndërtesat e tyre të duken si qerdhe, dhe kjo është arsyeja pse ngjyra është ndoshta një nga çështjet më të debatuara në arkitekturën e sotme. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të njihet psikologjia e ngjyrave. Mënyra se si i pranon truri ato dhe si ndikon ai ndaj ngacmimeve të ndryshme që përjeton teksa syri sheh ngjyra të ndryshme. Në këtë rast është shumë i rëndësishëm kombinimi i ngjyrave që përdorim, sidomos në ambientet e hapësirave ku banojmë, punojmë dhe qëndrojmë. Nga skema mund të shohim reaksionin fizik që e shkaktojnë 3 nga ngjyrat e ngrohta, e kuqja, e portokallta dhe e verdha. Kur syri ynë ndeshet me këto ngjyra, ne ka mundësi të kemi rritje të rrahurave të zemrës, rritje të shtypjes së gjakut, frymarrje të rënduar e të tjera. Në anën tjetër, kur përdorim ngjyrat e ftohta, si e gjelbra, e kaltra dhe vjollcë, kemi reaksion të kundërt fizik në qenjen tonë. Na ulen të rrahurat e zemrës, ulet tensioni i gjakut, lehtësohet frymarrja, zgjerohen inët e gjakut dhe na zvoglohen bebzat e syrit. Duke parë efektin dhe rëndësinë e ngjyrës, ajo duhet të konsiderohet pjesë përbërëse e agjendës konceptuale e të gjithë arkitektëve dhe dizajnerëve në vizionimin e hapësirave tona të brendshme, të jashtme, shesheve publike e të tjera. Për shembull, a e keni ditur se për hapësirat e juaja të qëndrimit ditor preferohet ngjyra vjollcë, pasi ka efekt relaksues? Në dhoma të gjumit preferohet ngjyra e kaltër, pasi cilësohet si ngjyrë e pushueshme që e ndihmon gjumin dhe promovon të menduarit imagjinativ. Për kuzhinën preferohet ngjyra e verdhë, e cila e nxit metabolizmin, teksa për tryezari ngjyrë portokalli, që cilësohet si promovuese e interaksionit social. Në anën tjetër, po ta ngjyrosni dhomën tuaj të punës me ngjyrën e gjelbër, do të inspironi dhe të nxiteni për ide të reja, kreativitet dhe fokus në punën që bëni. Ose, a jeni pyetur ndonjëherë pse gjithmonë hapësirat e brendshme të spitaleve, qendrave mjekësore apo të ngjashme ka nuanca të ngjyrës së gjelbër apo të kaltër? Po pra, është pikërisht për shkak të efektit çlirues dhe relaksues që ato kanë. Në anën tjetër, psikomatika ka të bëjë me efektin që shkaktojnë ndërtesat, pra ambienti ndërtuar në njeriu, dhe në këtë rast, ngjyrat që përdoren në ato objekte. Ngjyrat, për te ambienteve tona të brendshme, shumë lehtë e modifikojnë edhe eksterierin apo hapësirën e jashtme. Një pjesë e qytetit, një lagje, një blok banesash, shumë lehtë mund të kthehet në një hapësirë atraktive për ne në rast se i ngjyrosim fasadat e objekteve duke përzgjedhur ngjyrat që kanë efekte të veçanta. Për ta ilustruar këtë, mjafton të përmendim shembullin e ngjyrosjes së favelave braziliane dhe projektin e titulluar How Paintings Transform Communities, apo si ngjyrosja transformon komunitetet.
Efekti i këtij intervenimi është i jashtëzakonshëm dhe po replikohet tashmë gjithandej nëpër botë. Shembulli i ridizajnimit të sheshit në Kopenhag apo edhe ngjyrosja në segmentit të rrugës me të kuqe në qytetin e Gratit tregojnë edhe një herë për rëndësinë e ngjyrës edhe në hapësirën publike. Jemi rikthyer në studio dhe me mua bashkë është Zake Prelvuka, i piktore dhe njëkohësisht profesoresh në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, gjithashtu edhe Hana Nigja, bashkëpunëtore në Nigja Groups, si dhe punonjëse në Universitetin AAB dhe Akademia Evolucion. Mirë se erdhët, kam shumë kënaqësi që jeni me mua bashkë sonte këtu. Kënaqësia është edhe jona. Faleminderit për ftesën. Natyrisht do flasim për ngjyrat. Edhe si femra që jemi kështu i duam ngjyrat shumë besoj, sepse edhe në koncept psikologjik, domethënë i dallon përqasja e meshkujve dhe femrave ndaj koloritit të ngjyrave, por përgjithsisht duke qenë edhe pjesë e profesioneve, domethënë që punojmë me ngjyrat dhe i kemi pjesë përbërëse të koncepteve të jetës sonë, atëherë natyrisht jo rastisht jeni pjesë e këtij diskutimi sonte. Sa na ndikojnë neve ngjyrat në kuptimin psikologjik? Çka na japin ato? Pse janë të rëndësishme në jetën tonë? Na bojnë nervoz, na qetësojnë. Teoria e ngjyrës është kërkuar si formulim dhe si definicion me shekujt tanë, sepse ne gjithmonë jemi në mes ngjyrave të ndryshme, në mes psikologjisë ngjyrave, konceptit edhe ndikimit në subjektin, siç jemi ne. Nëse fillojmë prej Platonit, Platoni e merr teorinë e ngjyrës ndryshe në atë aspektin e kohës kur ka jetuar. Po që si fillojmë ka Leonardo da Vinci gjithmonë e ka marrë si bazë, edhe është shumë interesante ngjyrën e bardhë. Pse ngjyrën e bardhë? Sepse ngjyra e bardhë është fillimi i të gjitha ngjyrave që mund praktikohen, domethënë jo vetëm në teori, por edhe në praktik në bazën e bardhë. Po që si fillojmë te Goethe, domethënë formulimin e tij, domethënë ai merr ngjyrat primare. Po asnjëherë në formulimin e tij edhe në librin që ai ka bërë për ngjyra, nuk kam rri të realizoj ato në praktik. Duke u nisur, pse nuk kam rri, sepse rrethi i tij që ka marrë shkrirjen e ngjyrës nuk ka përputh në nuancë që ai ka kërkuar. Domethënë edhe në praktik, pse folim praktik? Nga praktika ime, domethënë bezirin e ngjyrave edhe atë çka don piktori, se na nisemi prej optikës tonë, ndjeshmërisë tonë, por edhe punës praktike direkte në formatet vogla, në formatet të mëdha edhe lloj-lloj teknologjie të ngjyrave. Domethënë piktori që po e marr si shembull, nëse e merr ngjyrën e punon një kohë në prekshmëritë të ngjyrës, në të dukshmëri, edhe se është ajo vlera e ngjyrës, është kromi, edhe është ngjyra permanente, domethënë ngjyra fillestare që është. Po që se e marrim në ngjyrën prekshmërinë, ndjeshmërinë, nëse ke praktikën prej fëmijë që ke kaluar përmes ngjyrave, kemi njoftë çka është ajo. Kështu që teoreticienët që janë marrë në mënyrën teorike, gjithmonë kanë pas mangësi në atë praktike, sepse teoria praktika duhet me pas një përputhshmëri përsosur natyrisht. Dhe unë si piktore, domethënë si profesoresh, nuk e kam këtë lëndë me spjeguar. Tash se dikush mendon po është teknologjia e pikturës, edhe janë lëndë tjera që mirën me këto gjëra, mirë, po prej praktikës që e them me gjithë, përgjithësi unë e punoj, jam rrit me to edhe kur ti praktikon, domethënë e sheh që e ke një ndjeshmëri. Mirë, po edhe ngjyra varet prej moshe, prej subjektit edhe prej vlerës optikës subjektit. Pikërisht kjo desha të ndalem, Han, sigurisht që edhe për fola që në fillim që ngjyrat na bëjnë, më thonë, të ndihemi ndryshe në mjedise të ndryshme, gjithsesi për te ngjyrës rolin kryesor në këtë vizavi saj e ka dhe drita, sepse e bjen në pa dritën ose e humb vlerën e saj. Si mund të përdoret ajo dhe çfarë ndikime mund të ketë ajo, domethënë tek njerëzit në aspektet e hapësirave të brendshme ose hapësirave të jashtme, kushtimisht praktikimi i ngjyrës në objekte, në arkitekturë? Po, ngjyra është një temë shumë, mund të më qenë një temë shumë subjektive. Secili e kemi shihen, dikujt e pëlqen ngjyra kuqe më shumë, dikujt një ngjyrë tjetër.
Kjo varet edhe prej eksperiencave që i kemi si fëmijë. Ndo që dikush e ka një eksperiencë të keqe me një ngjyrë dhe ajo mandit gjatë të në kohë si asocion në një ndoshta një ndjenjë të keqe. Mirë po ndikon shumë edhe kultura e vendeve të ndryshme. Për shembull tek ne ngjyra e bardhë e asociojmë me diçka të qiltër, në përdarsma. Për shembull e kemi prezent ngjyrën e bardhë, për dallim për shembull prej vendeve në vendet aziatike, ku ngjyra e bardhë përdoret në për varrime. Që jo domosdoshmërisht personifikon diçka të keqe, mirë po... Kontekstet kulturore, në thonë, kanë një lidhshmëri të caktume me një ngjyrë të caktume. Kontekstet të ndryshme. Ose për shembull darsmat në Indi, ata veshin ngjyrën e kuqe. Domethënë ka një farë kuptimi tjetër. Mirë po janë disa karakteristika të cilat nëse dim si me i shfrytzu, atëherë mundemi me e modifiku një interier. Zakonisht i ndajmë gjitha teoritë e mundshme ose analizat e mundshme që që i përmendi edhe Zakja, më thonë, i ndajmë në ato të ftohta dhe të ngrohta si ngjyra bazike, edhe pse në aspektin e dizajnit, në aspektin e shfrytëzimit teknologjik të ngjyrës dhe në aspektet e tjera, natyrisht edhe ato ngjyrat primare kanë një dallim. Sidoqoftë i vrejmë paletën e ngrohtë dhe paletën e ftohtë, dhe çka na sjellin ato. Nështë ta mundi me bo pak edhe një shpjegim se thuhet varsisht çfarë ngjyre të pëlqen, kjo tregon pak edhe çfarë karakteri e ke. Po, çfarë personaliteti. Për shembull ngjyra e kuqe, disa karakteristika e ngjyrës kuqe është ngjyra e pasionit, është romantike, mirë po në anën tjetër mund të qenë edhe shumë agresive, që supozohet që një personi që i pëlqen kjo ngjyrë, atëherë është një person me shumë pasion, mund të qenë edhe agresiv, me një karakter shumë të fortë. Në interier, kjo ngjyrë thuhet se e rrit edhe shtypjen e gjakut, ose travërat e zemrës. Ja, po kalojmë të një shembull, më thonë se si përdorimi ngjyrës së njëjtë, por në fragmente të ndryshme mund të ndikoj hapësirën e brendshme. Në rastin e parë është si një lloj kufizimi ndoshta për rreth mobiljeve, që përdoren në interier, në anën tjetër është përdorur në tavan edhe automatikisht e ull një farë forme tavanin edhe të ep një ndjenjë që është thoma tavan më vogël, nëse mund të me bo një krahasim, kemi shihet që në fotografinë e parë ke përshtypjen që është tavani më i lartë, në fakt është fotografia e njëjtë. Ngjyra e kuqe përdoret shumë edhe në kuzhinë, për shkak se thuhet se rrit apetitin. Në kuzhinë, në trapezarinë është më shumë. Po, ja rasti në fjalë. Mirë po, nëse përdoret në sasi shumë të madhe, atëherë kjo një farë mënyrë edhe t'jep një shqetësim. Kështu që nuk mundet me najt dikur shumë gjatë në një ambient që ka shumë ngjyrë të kuqe. Një shembull i mirë është për gjithë e di McDonald'in. Po. I kanë interieret e kuqe, sepse ngjyra e kuqe edhe tërhek. Ta tërhek vëmendjen, për shembull makinat e zjarrfiksave janë të kuqe, ose kutit që paralajmërojnë një rrezik janë të kuqe. Domethënë është një ngjyrë e tërhek vëmendjen. Ka një asociacion se cila ngjyrë se për çka përdoret dhe çfarë shenjusi është, për çfarë lloj funksioni. Po, qofse ngjyra e kuqe e ka anën psikologjike, si shtat pasioni, lufta, gjaku, gëzimi, zjarri, lindja, vdekja, se dhe vdekja është një pjesërisht, dhe më thonë është vigjeria, lindja, dhe më thonë kretë këto përputhen diku në gëzime, diku në hidhrime. Mirë po, në anën psikologjike, e thamë, anën psikologjike në natyrë, qka të asocion në natyrë? Në natyrë të asocion për shembull në qoftë se janë patligjonat e kuq, se është edhe kjo pasioni i natyrës, dhe më thonë, ona psikologjike i natyrës. Madje i ke trandafilat, i ke karafilat, i ke vulkanet, i ke, dhe më thonë, se këtu ndikon në anën psikologjike edhe temperatura e ngjyrës. E marrim për shembull një pjesë të hekurit të nxehtë. Në bazë të temperaturës 1000, 2000 sa janë ato, ajo fillon me marrë ngjyrën prej të kuqes, fillon mu skuq, mandej mu zbe më kalu dete të bardhja hekuri, se shumë ndikon temperatura. Mandej çka është shumë interesant, është se ngjyra natyrisht që lidhet edhe me personalitetin, por lidhet edhe me flamujt e botës. Që se i marrim krejt flamujt e botës, është shumë interesant se në çdo flamur, kryesisht, një përqindje shumë të madhe të flamujve, dominon në ngjyra e kuqe.
Mirë, po çka duhet këshill për prindrit, po që se një fëmijë të kena me angjyrus, si ju jeni edhe arkitekt dhe interjen, dhomën me ngjyrë të kuqe keni me gabu shumë. Mas 6 muajve, ai fëmijë ka me kënë e vërtet shumë agresiv, nuk ka me dash dikon afër, edhe keni me mbyt, dhe me thonë, atë çka ju mendoni që ndi me mendu fëmiju shlirshëm, sa i fëmiju nuk mendon atë kohë, po prapë se prapë është ajo moshë që fillon, edhe ngjyra e kuqe natyrisht që varet për individit. Qofse individi, për shembull, subjekti, gjithmonë është subjektive diçka. Unë për vetje du ngjyrën e kuqe një detalj dikon, se më bën muni mirë. Edhe është një ngjyrë që ka intensitet. Mirë po ngjyra e kuqe ka me kënë, në qofë si vendosim dy ngjyra për para edhe ka me kënë opozit e ngjyrës të kuqe tjetrës, njëra me mbyll tjetra me qetë. Se ajo mbyll ta gjithmonë në hapësirë ka me marr anën kësaj tjetër, se ka kënë një reflektim e njëna tjetrës që ngjyrat mundin me kënë edhe opozit pri kromit edhe ngjeshmërisë që e ka. Ngjyra e kuqe në qelq, ndryshe është, në metal, në parashtris, edhe kuqe është e pa përshkrueshme. Më falë, për mësë më ndalë veç të kuqja, mos ta keq kuptojmë emisionin, sepse kemi shumë palet, të më thonë, të madhe edhe të shumë llojshme të ngjyrave. Ta përshkruaj që është e kundërta në disa fjalë. Çka asocion në anën psikologjike, se kjo shumë mirë e thëtë, kjo çka është një ndi vesha anë, është psikologjike. Do më thonë, se varet ajo natyrore dhe psikologjike. Se ti asocion, do më thonë, përmes trunit, mendjes e asocion në ngjyrën. Që se marrim detin, a është ngjyrë neutrale uji, po që se shiqohet prej naltit, kemi pa thellësinë shumë të madhe, sepse dominon edhe pjesa e qiellit që është nalt. Edhe ngjyra gri, që mos ta ndryshojmë pak të kuqen është, do të ngjyra e hint. Ngjyra e hint të asocion mas parit, në mënyrë psikologjike, në beton, në argjend, edhe në gjanat cilat janë të mos të folim tjera e tjera. Neutralizon kushtimisht. Kjo është ana psikologjike e ngjyrës. Me që e përmendet edhe ndër rreshta që konteksti, nxehtësia, klima, do të thonë, aspekti i kontekstit dhe aspekti klimatërik gjithsesi shumë për te ati kulturor ndikon se si mund të shfrytëzohen ngjyrat për të ndërtuar një identitet të caktuar fizik ose kulturor në një ambient caktuar. Jemi mësuar të shohim, domethënë në vendet e ngrohta qytetet e bardha dhe jo nuk është e rastishme. Sa shkojmë më lart ka poli i ftohtë, ngjyrat fillojnë dhe zbehen. Ndoshta mund të ndalemi pak që përtej që është pjesë e aspekti klimatërik, gjithsesi është edhe aspekti social që ndikon shumë në reprezentimin e qytetit kushtimisht, ose edhe hapësirave të brendshme përmes ngjyrës. Po në vendet jugore, fasadat, zakonisht janë bardha, si e tha, për shkak se e bardha nuk e absorbon drejtësinë, në këtë rast diellin edhe shumicën e saj e reflekton, kështu që nuk bëhet shumë nxehtë brenda në shtëpi. Përkundër vendeve veriore që ka shumë më pak dritë. Mirë po mandej në vendet veriore interjeret janë të bardha, sepse prap e njëjta logjik e absorbon dritën për me ndriçu sa më mirë interjeret. Mandej, si e tha dhe të lidhet edhe me kulturën pak. E dim kulturën e vendeve nordike, veriore, edhe arkitektura e tëne, edhe ngjyrat, paleta e ngjyrave që i përdorin reflekton kulturën e tyre për dallim ndoshta prej një vendi latin. Si Spanja, për shembull që ka shumë ngjyra, ka shumë portokall, ka shumë të kuqe se janë më aktiv, më dinamik përkundër kulturës të vendeve nordike që janë më të qetë dhe jo nështë qaq dinamik. Kështu që nëse kishim me ngjyros një ndërtesë në Norvegji, me ngjyra kaq dinamike, si nuk e di se kish me u pranu njëjtë prej popullatës, se kish me u pranu Sot në fakt ka tendenca. Shohim për shembull një foto nga Praga, e cila gjithsesi në një kohë tjetër kishte më shumë nuanca pastele. Larushin ngjyra është po nuanca pastele, ndërsa tani vrem një dinamik tjetër, domethënë të theksimit të objekteve apo edhe përtiqeve në raste të caktuara. Është kjo tendenca që dhe përmes ngjyrës të tregohet, të theksohet një lloj i objektit të caktuar, apo dhe të ruhet struktura, identiteti i dikushëm, po që
të shtohet në vlerë. Edhe një karakter. Po, një karakter i ri. Na e dim këtu të na që shumë lagjeve i referohem si panesat e qelbërta, panesat e bardha, panesat e metulla. Përdorët edhe si një lloj karakteri. Si shenjim, domethënë, i lagjeve të caktume, po. I shandelir shumë interesante dhe shumë mirë. Gjithmonë që është një kaos urban. Qytetarit mas shumë ti çka i nevojitet përpara me pas diçka që e disponojmë edhe në rend veti. Domethënë, sikur këto që për shembull nëse si mas po foli si mas mendimit tim, domethënë kombinimi strukturor që shumë se ngjyrat del ndryshe kur ka strukturë, domethënë valorizohet pa qëllim dhe nëse është e njëjta, po thyret kjo është një farë domethënë e bardha, e tjetra nën më e mbyllët, edhe këto janë një harmoni e ngjyrave që të bën muni mirë. Edhe shumë është e rëndësishme siç e thatë, shumë bukur e thatë, që me kanë diçka e vjetër për m'ia dhënë një fustan pak më të ri, më të bukur edhe artistikisht qëndron bukur. Këtu ku jemi, domethënë kontekstin lokal në shumicën e rasteve që edhe Prishtina, edhe qytetet tjera janë ndezë dhe janë zgju kështu me ngjyra pas luftës së fundit, ku për mirë, ku kemi gabu dikun, e kemi mbyt ndoshta strukturën me ngjyrë. A duhet jetë ngjyra pjesë përbërëse dhe konceptit që nga fillimi, kur ne dëshirojmë të theksojmë një objekt të caktuar, një shenjus të ri në qytet, t'ja theksojmë karakterin, ose thjesht ta bëjmë një objekt të cilit i referojnë njerëzit në të ardhmen. Apo ajo është zakonisht një pjesë e një fustani të ri ose një kozmetike të re sipërfaqësore. Po ato, mendja, arkitekti e vendos varësisht se çka don me simbolizu me atë objekt. Do të kalojnë për disa shembuj, kështu që mujme edhe me i komentu. Kjo po më duket e mveshun, shtëpia arkitekti e cakton varësisht nëse don me komuniku diçka përmes një ngjyrës me publikun, po ma merr mendja që gjithmonë duhet me qenë në harmoni edhe me ambientin. Për shembull në Prishtinë ishte desht me qenë një diskutim nëse i marrim tash ngjyrosim në fasadat ose jo me qenë diçka që qohet dikush individualisht vendos çfarë ngjyre ka me pas, po gjithmonë duke u konsultu me komunën ose me që jemi këtu, më kujtohet vrape që ke qenë në pjesë e panelit për me vendos për ngjyrat, nëse nuk gaboj për pjesën qendrore. Po kemi vendos që po tregoj se po më vjen keq që po foli. Unë po ndërlidhem me këtë. Kjo është për mua, nga optika ime dhe vizioni im për artin, po që se kishim bë shumë kështu në afërsi, me kanë një qëndro ma bukur, së është artë në veti, si shohone. Po që si kur ti kishim pas shumë laromoni, ishken thyrje... Kryo nervoz. Të kish kriju diçka që ishe iritu, mas niko ishe ngop. E ne, mjeshtria e ngjyrës, është kur ti gjithmonë e ke masën që për me i dasht. Se çdo gjë që ka bat tepër, ta thënë dëshiren për me pa. Mu me thonë për qytetin tonë. Po, për të Prishtina për këte. Ne jemi ftu nga profesor Niqa, Lërzim Niqa, që unë jem ndije nderuar që jem ftu në fillim për me i dhanë diçka si artist, po përfitimi, po gjana, do të thonë përfitimi individuale, mirë po, neve na ka udhëheq dikush tjetër, jo profesor Niqa. Kemi dasht Prishtinë si grup, me dhanë, jo me batash me ngjyra transparente. Një pyetje, që është shumë e rëndësishme mendoj në këtë rast, për te i menaxhimit edhe administrimit të procesit. Si e keni vendos aspektin e ngjyrave, paletës ngjyrave të objekteve në bulevardin në Tereza? Që po ju tregoj, unë nuk kom qenë, edhe pse ma kanë shkruajmë në pjesën e dytë, sepse nuk jom pajtu me disa ngjyrat, cilat na kanë ndryshu. Do më thonë, na jemi shku në bazë, si që thatë parë, është pak interesante, në qofë se është një objekt i teatrit apo i poste, se mos me kanë me mbyt me ngjyra, po me kanë sikur një plake vjetër Prishtina, që jep disa fasada si që ka jo pare, që mi adhon disa gjana ma të mira dhe mos me mbyt të objektin. Se objekti ju e dini, një të dy arkitekte, dhe ju e dini sa mbytet objekti edhe individi dhe persona edhe tavolina edhe gota me ngjyrat të prume. Na e kemi dhënë deri një pjesë qytetit, do me thonë paletën e ngjyrave, po kur i kemi pa, unë
Domethënë ju keni përcaktuar në aspekt paletës dhe jo në aspekt të volumeve. Jo, në bazë të ndërtesës, në konsultim me arkitektin, e kemi ba diçka letë që mos më ra. Disa ndërtesa i kanë ba ashtu si që kemi dashna, edhe nuk janë trana, disa nuk kanë shku që kemi dashna, mirë po ajo kemë problemi tjetër kujtë. Muj me thonë që... Mendoj që qendra në fakt është rifresku me është rifresku dhe është ba mirë. Mirë po ma tutje nuk di çka ka ndodhë dhe unë e pajtohem që në shumë vene tjera, dhe më thonë për tej asajna, janë gjonat që edhe mua mbysin në shqiqimir, po prapë se prapë Prishtina nuk ka asë transparentës sa që ka për shemull, a këni pa Tirana sa e bukura në mes. Po që se shkojmë ka në bas ndërtesave kryesorit që janë, që për shemull që janë trashëgimi prej sheshit Zogut, Ahmet Zogut, na kena me pa që pa marrë pasysh a janë Benetton, a që Benetton, me shëmtume është kur fasada veshet me një ngjyrë edhe bjen edhe i konkuron ngjyra ngjyrës. Prishtina nuk i ka ato dhe Prishtina ka ndërtesa të reja që plotësisht pajtohem që nuk i kanë ngjyrat e mira dhe gjithmonë edhe unë si piktore kur në jetë nuk isha punu diçka në ambientin e hapur dhe pse kom ligjeru pikturën në mental edhe artin publik, po konsultu me arkitektin edhe me... Prandaj po du me u kthy, sepse në shumë raste janë pikrisht piktorët ata që vendosin për ngjyrën në hapësirë, e që në fakt ngjyra në 2D dhe ajo në hapësi, në 3D, kushtimisht kanë ndikim të ndryshëm, sepse bëjnë që objekti të zvoglohet ose të theksohet një masë e tij ose një pjesë e tij shumë më shumë se sa që është e mundën, ose ta mbyt pjesën e poshtme. Po, ngjyrat e mbyllta, për shembull, munden jo në gjitha rastet, por shumicën e rasteve me ngushtu një hapësirë. Por këto ndonjëherë përdoren edhe qëllimisht, a? Kur kemi një hapësirë të ngushtë të gjatë, natyrisht që kemi nevojë me trajtu që me na u duk pak më e gjatë. Ose nëse është një tranzicion, për shembull, edhe kjo mundet me pas një korridor pak më të errët, që mandej kur del në një dhomë tjetër, që është me një ngjyrë pak më të ngjyrë të qelë, atëherë ajo ta jep ndjenjen vetë fakti që kalon prej një ambienti shumë të errët në një më të qelun, atëherë ta jep ndjenjen që është një hapësirë më e madhe se në fakt që... Po, që është hapësira. Unë e mendoj edhe diçka me qëtu. Gjithmonë, se tash s'po folin e me në arkitektit, po foli si... Ju e dini Skandinavin shumë mire përmenin. E dini, do më thonë, arkitekturën e baronëve dhe shtëpiave të baronëve që janë në Gjermani edhe që janë në Amsterdam edhe imponohet diçka ndryshe në fasad, një bordoj vjetër me kufizimit që i kanë ata. Mirë po që se kalojmë në Rotterdam, ju e keni pa që në qofë se ngjyra e mytë pozitën e ndërtesës, si që janë këto si tenë, është a i keni pa që më ka fasionu Rotterdami, do më thonë, ajo kënë diçka e pa modën. Aty e kom pa që ekspertet edhe është future, është diçka krinë ndryshe, është arkitekturë e kohës, ajo mund ka fasionu mirë, por nuk kom pa shumë ndërtesa që kanë ngjyra tepër që i lodhin objektin. Atje ta shone po foli. Duhet, do më thonë, kujdesi i asaj se kombinimi i xhamave, i qelqit, me ngjyrë për mu nuk o qatë që i mirë, ose i tullave të vjetra me ngjyrë prapë shkon diçka. Do të kalojmë të disa imazhe, veç për ta përcjell atë se çfarë po flisnim deri tani, në shumë raste përdoret, megjithatë qëllimisht si metodë kontrastit, qoftë si mveshje ose si theksimi një objekti. Veç jo shumë i mbyllët është. Kontrastit po veç jo shumë i mbyllët, si qëtë. Ose tek theksimi i balkoneve dhe laramania e cila mund nga bëj ta lexojmë se në cillin kat jetojmë dhe mund t'i referohemi që... Një lojë edhe me forma që edhe madje edhe me ngjyra e kanë përcjellë një të logjikë. Ose një objekt i tillë i cili natyrisht është në momentin e parë i paharrueshëm. Për dikë mund të jetë atraktiv, për dikë mund të jetë, domethënë, të shkaktoj nervoz ose irritim. Mirë po gjithsesi, edhe në fillim e cekëm që gjithmonë është shumë subjektive kur flasim për shijen dhe për perceptimin e ngjyrës. Nuk është në harmoni me ambientin as pak. E mbyt, edhe si mas, por edhe si ngjyrë. Po qëse, për shembull, krejt janë të buta ngjyra. Tash kjo ngjyrë nuk e lejon me pa objektin tjetër, sot tepër transparente. Domethënë kjo duhet me kanë vetëm një instalacion e kisha thënë. Një instalacion diku. Mirë, po në shumë raste, shumë arkitektë kur kanë mundësi, bëjnë gjëra të tilla pikërisht për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për ta shënjuar
një qytet përkatës ose punën e tij dhe emrin e tij në qytetin përkatës. Dhe veç mençuria është me qëllu lokacionin ku. Në raste tjera, do të them edhe të një foto për fund, është rasti kur fasadat janë neutrale dhe në shumë raste përdorin ngjyrat për të shenjuar një festë të caktuar ose një datë të caktuar ose një moment të caktuar dhe shndrohen në fasada interaktive, qoftë përmes ngjyrës ose në arkitekturën bashkëkohore. Një që është edhe stadiumi në Mëni, për shembull. Ose në Pekin. Ose edhe Kunsthaus në Graz, më thonë që komunikojmë me publikun përmes mesazheve të ndryshme në momente të ndryshme. Kemi shumë që me folë për ngjyrat, besoj, po mendoj që të paktën kemi mri me rumbullaksu disa elemente kryesore për t'i ngacmu shikuesit se si ta përdorin ngjyrën edhe çfarë mund të bëjnë me të, qoftë në aspekt me veten e tyre, për caktimet e tyre personale, për veshjen, për ambientin ku ata jetojnë, për ambientin e punës, e zyrës dhe për kafiterit ku ata i frekuentojnë, sepse shpesh herë hasim që na bën nervoz një ambient kur qëndrojmë shumë gjatë. Shumë kënaqësi që ju pata bashkë. Ne do vazhdojmë me storyn e dytë për këtë emision dhe kthehemi bashkë në studio. Gjithherë duke aluduar në thënien se ngjyra apo përcaktimi për ngjyrën mund të jetë çështje e shijes personale, në Prishtinë, por edhe në qytete të tjera në Kosovë, duket se secili ndihet i kualifikuar të shprehë, të promovojë dhe të përcaktojë ngjyrat e qytetit sipas shefit dhe sipas shijes së tij. Artistët mendojnë se eksperjenca e qytetit nëpërmjet ngjyrës mund të shprehet në mënyrë poetike, me rrëfime të caktuara nëpër vende të caktuara. Por shumica si duket kanë harruar se ngjyra në arkitekturë duhet i plotësojë shumë kërkesa, të cilat zakonisht shkojnë edhe përtej një ndjeshmërie artistike, duke qenë se formësimi i hapësirave për jetën e njeriut është i lidhur ngushtë me relacionin e dritës dhe ngjyrës, si aspekte të detyrës më të rëndësishme që ka arkitektura në krijimin e këtyre hapësirave. Është e rëndësishme ta kuptojmë se perceptimi i ngjyrës nga një palet apo nga një punë arti dydimensional është krejtësisht tjetër nga ndjesia që jep e njëjta ngjyrë në muret e një dhome apo të një hapësire të caktuar në eksterjer. Një kombinim i caktuar mund të na duket shumë i këndshëm në një pikturë, por shumë i shëmtuar në një fasad apo në një dhomë të caktuar. Kjo është arsyeja pse duhet të kuptojmë se sa është i rëndësishëm relacioni ndërmjet hapësirës, dritës dhe ngjyrës si të ndërvarura njëra me tjetrën dhe njëkohësisht fundamentale për ekzistencën tonë si qenie njerëzore. Pas Prishtinës socialiste ngjyrë gri, përtej disa tendencave të vogla për ta thyer këtë gjendje duke ju referuar lagjeve si Dardania apo Bregu i Diellit, ngjyra në rrethanat e pasluftës duke të jetë më shumë shprehje e lirisë, e shijeve dhe bindjeve e emocioneve personale. Ajo nuk mendohet si pjesë e konceptit dhe idesë së formësimit hapësinor që nga fillimi një procesi, por zakonisht është mjet makijazhi, për të thënë apo për të maskuar diçka që nuk është hulumtuar, nuk është menduar, nuk është studiuar apo edhe nuk është elaboruar në procesin e hershëm të dizajnimit dhe formësimit hapësinor. Ajo nuk përdoret për të mundësuar një perceptim të kornizuar hapësinor në masë, në vëllim apo edhe në ritmikën e një kompozicioni, por vetëm sa për të thyer monotoninë e mungesës së gjuhës arkitektonike, mungesën e shprehjes kreative dhe të shijes artistike. Prandaj, ngjyra në Prishtinë përdoret kudo e sido, pa ndonjë logjik se çfarë dhe si duam që ajo të reprezentojë komunitetin Prishtinas dhe cila mund të jetë paleta që e identifikon atë. Kjo kromopati akute prishtinase kërkon një trajtim dhe një ndërhyrje të shpejtë, në mënyrë që përfundimisht të ideojmë një platformë veprimi e cila për brenda vetës ka të përcaktuar një palet dhe një kod ngjyrash që do ta kornizonin dhe do ta orientonin rrëfimin e Prishtinës shumë ngjyrshe drejt një siluete që do të mund të na identifikon të kënaqshëm në të ardhmen, duke e mundësuar një qytet më relaksues, më të shëndosh dhe më të këndshëm për të gjithë ne. Ngjyrat dhe mënyra se si ato përdoren në theksimin dhe formësimin hapësinor kanë shpalosur rrëfime edhe për komunitete të reja dhe të transformuara më pas për mënyrën e jetesës dhe sjelljes kundrejt mjedisit urban. Për të mos shkuar më larg, mund të kujtojmë Tiranën dhe ringjalljen e saj nga zymtësia me ngjyrat e Edi Ramës, i cili atkohë ishte kryetar i bashkisë. Ai krijoi një histori të re të kryeqytetit të Shqipërisë si bashkiaku i cili riktheu dhe zgjoi qytetin me ngjyrat e tij. Ky rrugtim që për dike mund të dukej fillimisht shumë sipërfaqësor dhe estetik, në fakt krijoi një identitet të ri për qytetin e Tiranës dhe një mendësi të re në kuptimin sociokulturor. Dhe kjo ishte arsyeja për shka ai u nderua si World Mayor në vitin 2004.
Jemi rikthyer në studio dhe tani është momenti për këshillën e radhës. Ta ndjekim. Përshëndetje për ju teleshikues të emisionit të Chelsea. Ja ku po kthehemi edhe këtë javë me disa ide praktike, me që veç jemi në festat e fund vitit, disa ide se si të dekorohet një bret. Normal, breta kemi dekoru vite me radhë, po vite pas vite gjonat po vinë duke ndryshu dhe normal gjithherë duke mësu diçka të re. Edhe unë për vete disa vite kam dekoru bredin, po nuk kam ditë se drita duhet vendosin s'pare. I kam lënë gjithherë në fund, pasi është kry dekori me figura, e kam bo me drita. Ndërsa tash 3-4 vitet e funde, derisa kam pa një emision ku është bo dekori i bredit, e kam pa se s'pari vendosin dritat, pastaj shkon vendosja e figurave. Po, për të vendos dritat, së pari i dhezim, se derisa i kemi të ndhezur ato, i shofim dhe më thonë, tamam se në qëfar pjesë po i vendosim që mos milon dikun ma dendu, dikun ma ram. Me që këtë bret du ta vendosim në kënd, atëherë zakonisht kur bredat i vendosim në kënd, mundohemi që të bojmë dekorin e bredit vetëm pjesën ka pamje, që kemi, do më tonë shpizojmë sa ma pak figura, në këtë rast edhe një par drita, ajo të shkoj me 2. Po që se bredi vendoset në mes të dhomës apo hapësirë ku shifet në të gjitha anët, atëherë normal që duhet dekorohet në të gjitha anët e njëjtë. Pra këtë rast do të shkojmë vetëm pjesën ballore ka shifet. Me që përfundume me drita, tash do shkojmë me vendosjen e figurave. Kur ishte fjala te idetë praktike, do më thonë me qëllim mora një figurë të dëmtuar prej vitit kaluar, mënyrë që t'ju tregojmë se këto ka mundësi të përdorën prapë, jo të hudhen, do më thonë momentin që i hjekët kjo kapsja, atër të hudhet. Ka mundësi, do më thonë edhe pa kapse të vendoset. Mu për këtë qëllim, do më thonë mora këtë figurë, e dyta është se vitin e kalume kemi përdorë, do më thonë që kemi marë, e kemi blenë trel, ndërsa këtë vetë me një vendosjet një fjongës, do më thonë kemi bo një ndryshim. Kjo është ajo që nga një pa kreativitet, do më thonë mund është mi përdorë figurat e njëjta, që i ke pasë edhe vitin e kalum, me një fjonga, apo me një gur, apo në doj detaj tjetër, do më thonë pak ta ndryshosh, ta modifikosh, që duket pak ma ndryshe. Ja pra, do më thonë si vendoset një topi dëmtuar, edhe pse nuk e ka mbajtësën, në bredat artificial, kuptohet se te natyral është pak problem vendosën, ndërsa te këta artificial që janë me pjesën e brendshme e kanë me metal, dhe më tonë vendoset pjesa e brendshme, edhe vetëm pak lakohet kjo dhe jipët, dhe më tonë, kjo rrim pa problem, dhe më tonë nuk bjanë. Kështu që kjo është një këshill që kisha preferu që figurat që i keni vitit kalum t'i përdorni prapë, me pak ndryshim kuptohet. Me që përfundu me vendosjen e figurave, tani në kam mbetur vetëm maja e bredit. Normal, nuk do të shkoj me yje qysh zakonisht jemi shku gjithherë për para. Tash do ta bëjmë një kombinim me fjonga dhe me figura që veç i kemi përdorë në bret. Ndonë për me e bo, këto na do të një fjongë diku 4 cm, apo mbarësisht është mbarë që parë keni ju. Unë do të shkoj me këto, po shifë që edhe në këtë bredin kemi përdorë në gjyrën e kuqe, ty për shtatë edhe vendit ku në tonë do të vendoset bredi, atër edhe me fjonga do të shkoj me gjyrë të kuqe.
Kjo tani është e gatshme për t'u vendosur, normal që me shiritin tjetër do të bëhet lidhja për pjesën e bredhit. Normal një bredh nuk mundet me qenë komplet nëse nuk i ka dhe kutit e dhuratave poshtë, dhuratat janë pjesë e bredhit, kështu që mas të paketohen ato në fund të vendosen. Ky është pra një dekor i bredhit artificial, të cilin mund ta zaventësoni edhe me bredha natyral, bredha të cilët janë të mbjellur në saksi dhe mund ta përdorni për disa vite me radhë, pse jo? Normal që do delë shumë ma bukur, do t'jetë shumë ma atraktiv. Mirupafshim deri javës tjetër me ide të reja. Faleminderit. Na ka ngelur edhe shumë papërfshirë tek ngjyrat, por gjithsesi se do flasim për to edhe në emisionet e tjera në vijim. Ndërsa ne këtu do ndahemi bashkë për të rikthyer sërish të dielën e ardhshme në orën 9, përsëri në Chelsea. Ju që nuk na keni ndjekur mund të na shihni në Facebook në Chelsea TV Show dhe në kanalin zyrtar në YouTube në Radio Televizionin 21. Mirëmbëjtje.